Të nderuar shikues, është mbrëmja e Ligës së Kampionëve, mbrëmja ku do ta mësojmë edhe emrin e skuadrës së dytë finaliste të këtij edicioni, Bayern Munich apo Paris Saint-Germain, cila prej tyre do të kualifikohet në finalen e Budapestit. Jemi në një ambient krejtësisht tjetër nga studiot e televizionit Kanal 10, në një ambient dhe një event të organizuar pikërisht nga Kanali 10 dhe miqt e tij, për të parë nga afër këtë ndeshje shumë të rëndësishme të futbollit evropian. Mes shumë njerëz, përfshirë këtu edhe ambasadorët e të dyja shteteve, si ati të Francës dhe të Gjermanisë, kanë pranuar ftesën tonë që sonte të jemi së bashku në këtë event dhe në këtë ambient festiv për ta përcjellur ndeshjen. Derisa unë tani do ta kem këtu afër drejtorin e Kanalit 10, kolegun tim Kushtrim Sadiku. Kushtrim, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për prezencën dhe respektin. Tregona cila është arsyeja e organizimit të këtij eventi? Ti, si një fan si madh i sportit, i futbollit në veçanti, i ke lënë anash paksa debatet politike. Të paktën për sonte, po themi kështu. Po, nuk e kam lënë as për sonte sepse e kemi pre-rekorduar, e kemi xhiruar, në fakt edhe sot kemi vendosur që nëpërmjet futbollit ta promovojmë respektin, mirësjelljen, miqësinë, edhe ta shndrojmë mediumin jo vetëm si një arenë dhe një platformë informimi, por edhe një platformë impakti në të mirë të vendit në një situatë kur Kosova gjendet në zgjedhje, edhe kur ekziston ndeshja më e rëndësishme ndoshta deri më tani, që po i bie e Ligës së Kampionëve ndërmjet Bayernit dhe PSG. Sot jemi së bashku me ambasadorët e Gjermanisë, Francës, Britanisë, Suedisë dhe të tjerëve, jemi së bashku me përfaqësuesit e partive politike, vetëvendosje, PDK, LDK, AAK, jemi së bashku me gazetarë, pjesëtarë shoqërisë civile, komentatorë me një farforme, për të vetëm arsye, natyrisht për ta bërë një mbrëmje të mirë dhe për të pasur një impakt pozitiv në këtë periudhë kohore. Po shohim fytyra ndryshme, si nga politika, ashtu edhe nga bota e sportit. Ndoshta ja ke marrë dorën këtyre eventeve si po e gjejmë formulën mi bë bashk, gjitha këto fytyra, duke marrë parasysh se po shohim edhe fytyra publike nga parti të ndryshme, si nga opozita ashtu edhe nga opozita. Padyshim edhe madhështia është prezenca ambasadorëve në këtë event. Lorik është punë e gjatë, është body of work që thuhet në anglisht, i bjen trupi një punë e gjatë. Nuk është e sotme kjo, është diçka që ne kemi reprezentuar në përgjithësi si medium, si emision. Politiko është arenë e gjithëve, nuk është arena anuese, i ka gjithë prezent palët edhe natyrisht me kalimin e kohës impakti i madh që e ka bërë edhe ka krijuar natyrisht besimin, edhe këtë besim e kemi mirë mbajtur në vazhdimsi me respekt të ndërsjellë dhe me të vetmën arsye interesin e publikut. Interesi i publikut për mua edhe për neve si televizion gazetarëve është mbi të gjitha. Kjo do të thotë që Kanal 10 si televizion i gazetarëve ka marrëdhënie të mira me gjitha partitë, gjitha institucionet shtetërore, ambasadat, duke marrë parasysh edhe prezencën e tyre këtu. Po, absolutisht po, ka marrëdhënie të mirë, i bie marrëdhënie korrekte, marrëdhënie profesionale, edhe në fakt unë tentova që së bashku me ambasadorin Rainer, ambasadorin gjerman, mikun tim, natyrisht ta kemi një mbrëmje pak më të drejtë me më pak vetë, po pastaj u bë me kaq shumë se kishte kaq shumë interesim dhe vendosëm që ta bëjmë së bashku këtu, natyrisht edhe me përfaqësues të sportit. Ai nuk është shumë pas futbollit sa jam unë, ndoshta, por ai po bëhet kaq shumë marr parasysh interesim dhe besoj që edhe ambienti është kështu i duhur. Ka përfaqësues bizneseve, ka njerëz të respektuar të gjitha fushave. Edhe natyrisht nuk është futbolli vetëm arena që sjell probleme në rrafshin politik, për arsye se futbolli përdoret. Ne dëshirojmë që futbollin ta shndrojmë të kundërtën, që ta sjellim respektin dhe mirësjelljen, këto që janë si primesa kryesore ose si atribute kryesore edhe të UEFA-s edhe të FIFA-s. Prandaj kjo është një tentativë modeste me një farforme për ta sjellë, për të pasur një mbrëmje të bukur, të relaksuar edhe
po e ndinë edhe me herë për të konsumuar ndonjë ushqim të mirë. Okej. Themi tek ndeshja, si fan si i Bayernit do të jesh sonte apo cila është preferenca jote? Publikisht e dim që je fan si i Bayernit. Atëherë çka është kjo pyetje? Mos do ta ruash modestin. Jo, mos ta sheh ambasadori francez për arsye se duhet ta mbaj neutralitet. Mos u largohet pastaj. Duhet të kemi gjitha palët në një farë formë, edhe kështu që besoj që kjo ka shumë rëndësi të madhe. Jo, po vlasim si tifaz kushton tash. Bayernin absolutisht. Bayernin e suportoj që kur kam qenë 5 vjeç. Kështu që s'ka diskutim, po shpresoj që kalon përpara. 5 konti. Është e vështirë, ajo ndeshja e parë ka qenë nuk e di, nuk kam parë ndonjë ndeshje të tillë. Ndonjëherë unë s'kam arritur gjithë ta shoh sepse ka qenë vetëm një pjesë që e kam parë. Pastaj kam parë highlights pak më vonë, edhe natyrisht që ka qenë me shumë rëndësi. Për ndim në analizë futbollistike? Po më duket që kushtojmë a është më mirë krenari si opinionist i sportit apo politik? Ky ndihet superior për arsye se po na pret në finale. Ky është me Arsenalin, edhe dy herë ka shkuar në finale Arsenali dhe ka humbur. Me Bayernin se kom shko gjosa që mund Bayernin. Po çu shka ka Me Parisin. Tu na më shku, 10-0 na mund. Pas 20 vitesh pritje. Pas 20 Krenari vitesh ka skuadrën në zemrën e finalit Ligës Kampionëve. Një moment i jashtëzakonshëm, pas 20 vitesh, shumë drejtëros, jam shumë i lumtur, po të njëjtën kohë po tutna që kena me hu, po me Bayernin, me Bumenara, kam shumë si të them shpresa që mundë me fitu. Me Parisin, unë asë ko me guzu me këshirë lojën. Kushtrim, për shkak që misht po të presin, kam edhe një pyetje. Çfarë na pret e ardhmja? Jo, do kemi punë pastaj me ty. Mos u largo shumë. Çfarë na pret e ardhmja në Kanal 10? Ardhmja Kanal 10 pret një nivel tjetër, nga zgjedhjet e tutje, natyrisht me programe të reja, me pasurim në rrafshin kulturor, po shpresoj shumë. Edhe jemi duke insistuar në atë sportiv, pas një diskutim. Të kemi edhe transmitimet në ndeshjeve, ëndra është e madhe, synimi është i madh, edhe po du me natyrisht me premtu atë që ka mundemi me bëj, atë që s'mundemi me bëj, e di që niveli do të jetë tjetër dhe do të ketë shumë risi. Nga kampionati botëror, që do të ketë një platformë të jashtëzakonshme, me super duo, të cilën nuk po e përmendi në këto momente, e tutje deri tek një super serial që do të realizohet në një avion, edhe që do të jetë një super komedi, deri tek programet e verës. O politiko? Politiko do të jetë aty siç ka qenë zakonisht. Tash me fushata? Absolutisht po. Fushata që s'po na hiqet fushata në asnjë formë, dhe besoj që do të jemi vis-a-vis kërkesës së shikuesve kështu në gjitha drejtimet. Besoj që pas punës madhe në fshat do ta shihesh kampionatin botëror këtë vit. Shpresoj që po, po shpresoj që terminet do të jenë të përshtatshme për arsye se Amerika e veriut, se po i bie edhe Kanadaja dhe edhe Meksika i ka termine pak më ndryshe, kështu që po shpresoj që na përshtaten. Unë mbaj mend, është ka qenë kampionati i parë që kam përcjellur. 94 ka qenë pak problem me termine, po në përgjithësi presim diçka të bukur. Faleminderit shumë Kushtim. Shumë respekt dhe faleminderit për juve. Pra, Kushtim Sadiku, drejtori i kanalit 10, dha më shumë detaje rreth këtij organizimi të veçantë të nderuar shikues, siç po shihni në pamje, janë fytyra nga bota e sportit, nga bota politikës, ambasador, trajner të futbollit, analist politik, miq të televizionit Kanal 10, cilët kanë zgjedhur të shikojnë nga afër pikërisht ndeshjen ndërmjet Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain. Ne do të vazhdojmë tutje të marrim edhe disa intervista tjera me protagonistët kryesor të kësaj nate. Let me say it's great to share a stage with my friend and colleague Olivier Giroud, not only because famously our countries are friends and have been working together for many years, because also actually the two of us are working together here literally every week with a joint agenda, which is a European agenda for Kosovo, and it's really a great pleasure to work with you, Olivier, and your team every week. Now, of course,
friendship ends on the football field, so tonight we'll be rooting for different teams, and of course Bayern has to win, and I hope many of you will join me in that. Thank you. It's always very difficult to talk after Rainer because he always says the right things. So I'm going to sort of take another path maybe, and I would just say that let fitoj ekipime I mirë. Shpresoj të jetë Parisi. I dëgjuan përshtypjet e para të nderuar shikues të ambasadorëve si të atij të Francës, ashtu edhe të Gjermanisë. Të dy prej tyre deklaruan që skuadrat nga shteti I tyre do të jenë favorite për të fituar sonte, por do të shohim në fund se cili prej tyre do t'ia qëllojë dhe se cila prej skuadrave do të kualifikohet në finalen e Budapestit të vitit 2026. Unë tani do të shkoj tek një tavolinë dhe ndoshta kjo është tavolina ime favorite për sonte, duke marrë parasysh që kam dy miq shumë të nderuar, siç është Ismet Munishi edhe profesor Bylbyl Sokoli, por pa harruar deputetin Mihail Baqinovsi, gjithashtu dhe dy analistët, njëri me fletore të kuqe, tjetri me fanell të kuqe, Po më duket që një pjesë e madhe, jo të gjithë, nuk po I përfshijmë gjithë. Tani mi mbrëma, faleminderit që sonte jemi neve. Mirë mbrëma. Një event organizuar nga Kanal 10 për shtypjet e tuaja të para. Shumë I mirë, shumë I qëllum, edhe shpresojmë edhe një spektakël edhe në ndeshje si që ishte edhe ndeshja e parë, edhe falenderojmë Kanal 10 që edhe na tu bëj sportin, politikën, gjithëve bashkë. Fola më herët me ambasadorët, ndoshta ishte pyetjet më teknike nga politika, po për ty po du me fol për ndeshje pak. Kush mendon që sonte do ta sigurojë finalen e Budapestit? Janë dy ekipe me shumë kvalitet. Nuk do të kemi ndoshta shumë gola si ndeshjen e parë, sepse besoj që e kanë analizuar njëra tjetrën pak më mirë dhe do të jem pak më të rezervuar në këtë aspekt. Por sido që tjetë janë dy ekipe me shumë kvalitet dhe nuk e di ku I na I kishallon më shumë përparësi në këtë ndeshje. Faleminderit shumë dhe kënaqur sonte. Profesor Bylbyl Sokoli, me Malishevën duke arritur rezultate pozitive në 4 ndeshjet e fundit, 4 fitore. Prof, mi mbrëma unë jarë. Mirë mbrëma. Fantastike. Rezultate fantastike, pozitive janë. Pi 5 ndeshjeve 3 mi fitu, një baraz, një me up. Prej që ka shku këtë fitore, rezultate fantastike ato. A janë këto rezultatet të Evropës? Si pas gjitha gjasave. Prof? Do të kesh në Evropa, po? Ka ende me u lujtë kur është në pyetje prognoza se ku do t'jem në tabel. Ka edhe 4 gjiro edhe ka shumë me u lujtë, nuk mundim me thonë që jemi në Evropë. Sa I përket Malishevës, do më thonë ekip I cili është komponu edhe ma herët, edhe ekip I cili kemi zhvillu disa lojna sukseshme dhe mirë. Edhe çka me thonë tjetër, me thonë që me përmend fuqit e mëdha. Ata fuqit e mëdha? Gjermania edhe Franca janë fuqit mëdha botës. Po mos po përmendni Albin Kur. Albini. Kjo thonje nga profa. Gjermania, Franca luajnë punë vitën Albinit, të vërtet? Po e diskutu më herët edhe mendoj që s'pare faleminderit për ftesën dhe mendoj që keni bërë një eveniment jashtëzakonshëm ku na keni ftu dhe na keni bërë bashk të gjithë sportistët, trenerët, ambasador, deputet, parti politike, analist politik, gazetar sportiv. Sonte mendoj që luajnë dy superfuqi, dy shtete, dy ekipe shumë mëdha, por mendoj që Bayerni është favorit dhe besoj që Bayerni do të fitojë. Ndërsa mes dy fuqive të mëdha normalisht dihet që lëvizjave të vendosë fiton. Kush është fuqia tjetër e madhe? Po nuk ka, janë dy këto, por në fund ne fitojmë. Mendova mos po keni folur për një parti tjetër. Disi rivaliteti gjithmonë ekziston, por miqësia mbetet. Këtu kemi rival politik, kemi ambasador, ku rivaliteti sportiv është prezent, por miqësia falë kësaj gjysmë finale mbetet. Okej, drenori, sepse edhe kushtrimi na prishi pak skenarin, se Koçev
ka dëshirë të bëj gjëra të tilla të paplanifikuara si sonte? Sport është natësi edhe për mua që jam pjesë e këtij organizimit mrekullueshëm. Unë jam një fan si Bayernit dhe shpresoj që do të fitoj, megjithatë është një ndeshje që goxha vështirë është me parashikuar. Po vret për fanellës tënde që je me Bayern. Patjetër. I kuq gjithmonë, a? Sa i përket futbollit dhe sonte finales patjetër. Okej, mirë. Miku, Për Arsenalin jo mëne. e sonte së në Arsenalin. Sonte për Arsenalin dhe? Mbrëm, si e përjetove? O, inshallah s'fiton Parisit, se shumë i tut na Parisit. Shumë i tut na Parisit. Okej, po si pas teje, kush fiton sonte? Drejt. O, Parisi ka me fitu, bre. Parisi? Po. Veç mi më bosh t'juve në finale, a? O, ku qa po tut ako. Faleminderit shumë, do të flasim pas ndeshjes. Shumë nëjse pa tjetër. Po dëgjojmë pak kushtrimin dhe rikthehemi më pas me intervista tjera. Afër meje të nderuar shikues, kam anëtarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Luti Haziri, i cili na ka nderuar me prezencën e tij sonte në këtë event organizuar nga Kanali 10 për gjysmëfinalen e dytë të Ligës së Kampionëve. Zoti Haziri, faleminderit shumë për prezencën sonte. Faleminderit, kënaqësi për ftesën, unë Visari edhe Lumi sot jemi ardhur në bashkëngjitë e mbrëmjet të jashtëzakonshme të gjysmëfinales. Kundërshtojmë me Arsenalin, është një farë finale e madhe. Ti qenë këtu e prit si krenari kundërshtarin duket, për Budapest. Sonde jam të e prit kush do të ndodhë finalisti më i madh në Budapest, shpresoj që Arsenali del fitues. Cilin do ta preferoje ti si tifoz i Arsenalit sonte? Cilin me zgjedh? Atletin mes dy të fortëve, vështira me gjetë. Okej, e kisha një intervistë më herët me zotin Bajsinov që tha mes dy fuqive fiton Albin Kurti. Cila është përgjigjja jote për këtë? Me Failit? Jo gjithmonë fiton më i forti, fiton më i mëshme. Okej, faleminderit shumë zoti Azir. Faleminderit. Ishte Luti Aziri të nderuar shikues, sa të persona që kanë zgjedhur tim prezent kanë filluar edhe ta shijojnë mbrëmjen këtu. Po shohim ftyra të ndryshme të partive të ndryshme. Do provojmë që pas pak ta kemi edhe Arjan Tahirin, anëtarin e Partisë Demokratike të Kosovës, në mënyrë që të marrim edhe përshtypjet e tij për këtë organizim, edhe pse kanë mbetur edhe pak minuta deri tek fillimi i ndeshjes. Zoti Tahiri, shkurtimisht një pyetje për ndeshjen sonte. Fillimisht faleminderit shumë që ke zgjedhur kohë të jesh sonte me neve në këtë organizim. Faleminderit juve, me shumë kënaqësi u bashku sonte në këtë mbrëmje shumë të veçantë, të rëndësishme, me shumë miq dashamir këtu në këtë ambient shumë bukur. Njihesh edhe si fan si sporti, përveç që merresh me politikë. Për hir të korrekcisë, unë kam qenë basketbollist profesionist, jam rrit me basketboll, nuk është që kam përcjell shumë futbollin, veç që përcjell futbollin. Veç me trefshin apo basket? Realisht kam qenë fans i Cristiano Ronaldos dhe prej momentit kur Cristiano Ronaldo nuk ka qenë më pjesë e futbollit në Europë, nuk është se ka mund me përcjell Qenë ke tim Ronaldo ti? Në vazhdimsi futbollin, po për ndryshe sonte jam me Bayern Münchenin për shkak që e vlerësoj shumë, edhe për shkak që Gjerdan Shaqiri ka qenë pjesë e ekipit të Bayern Münchenit, mirë po edhe për shkak që ka rrit me bol lojra të mira në vazhdimsi. Okej, unë më herët e realizova një intervistë me deputetin e Lëvizjes Vendose, zotin Mihail Bajsinovci. Ai po e citoj deklaratën e tij. Mes dy fuqive të mëdha fiton gjithmonë Albin Kurti. Cila është përgjigjja jote për këtë? Për aty ju ka pjek truni Albin Kurti, se i kam programu që është me menu, por në rrishtë sonte është futboll mbrëmje këndshme, është ngjarje që krejt Evropa e kqyr dhe mendoj që duhet gjithë me u relaksu, mu kthy vëmendja te futbolli, e për politik duhet veni jonë me ecë përpora, veni jonë për ecë përpora në kohën kur ka qeverisë Hashim Thoçi dhe Partia Demokratike e Kosovës. Po vera të duket e mirë, edhe i bindun jam që Partia Demokratike do të kthehet në pushtet dhe do të rrim të realizojmë projekte të mëdha
edhe stadione të mëdha që do të na bëjnë krenar gjithë neve, e pse jo të bëhemi gati që në të ardhmen të organizohen kampionate evropiane botërore edhe në shtetin e Kosovës. Po shijojmë mbrëmjen për politikë të Kushim Sadiku, pa shumë diskutojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte Arjan Tahiri, të nderuar shikues, ai i cili dha përshtypjet e tij të para fillimit të ndeshjes, edhe pse tashmë shumica prej mysafirëve kanë filluar t'i zënë vendet e tyre në atë arenën e përgatitur nga kanali 10. Është koha e ushqimit dhe është koha që ta shijojnë ndeshjen e sotme, derisa unë po provoj pak t'i pengoj edhe Zotit Hodaj. Zoti Hodaj, kërkej falje që po të pengoj, po ta marr pak mikun tënd, Zoti Hodaj, shkurtimisht. Zoti Hodaj, faleminderit që jeni sonte me neve. Mirëmbrëma, kënaqësi, dhe falem ju për këtë organizimin. Një organizim, siç di Kushtim Sadiku ta bëj. Po normal, siç dini ju gazetarët e mirë, përveç ju kum thonë edhe më herët, këto ngjarje veç e pasurojnë programin e juaj, po edhe është mirë edhe për miqësinë franceze, gjermane dhe kosovare. Me kë je sonte? Po të pyes direkt, cilën skuadër mendon? Janë dy ekipe jashtëzakonisht mira, po kësaj radhe jam me Bayern Münchenin. Se për shkak lidhjes me Gjermaninë që e kemi ne? Po, ka mundësi edhe ajo, me të drejtën, unë pak edhe sa kam qenë sekretar Federatës Futbollit, kam pasur raporte jashtëzakonisht mira me Federatën e Futbollit të Gjermanisë dhe ende kam. Dhe i kam disa kujtime të mira, përveç saj edhe kjo lidhja Bayern Münchenin në vazhdimsi si fëmijë. Po prap jam edhe i lidhur nga ana edhe politike, me të drejtën ndjem më të mirë që shkoj Arsenali, dhe një herë apo që s'kemi ekipe spanjolle, po mirë që kemi ekipe gjermane, franceze dhe të angleze. Si e sheh, ndoshta s'po të po me parashiku, po ndonjë rezultat, që mendon se do të përfundoj kjo ndeshje? Po, është vështirë, sepse ka një gol më pak Bayern Müncheni, ka me qenë jashtëzakonisht interesant, janë vendas. Kjo është me rëndësi, ka me qenë lojë shumë interesant. Unë besoj që edhe fitoria ka me qenë minimale, në 1-0 ose kanë me shku në vazhdime dhe në penaltia. Kjo, kështë parashikoj. Nëse jetë fitore ka me qenë një gol diferencë, apo do të shkon në vazhdime. Faleminderit shumë, zoti Hodaj. Faleminderit edhe juve, mbrëmjet e mira. Mysafirët kanë filluar t'i zënë vendet e tyre dhe kësaj, po tentojmë të zënë vendin edhe unë edhe Roni dhe ta shikojmë ndoshta së bashku këtë spektakël evropian të mbrëmjes së sotme, pra gjysmëfinalja e dytë e Ligës së Kampionëve. Kush do t'i bashkohet Arsenalit në finalin e madhe, do ta mësojmë vetëm pas pak. Para se të nisë ndeshja, nuk kishte si të mungonte edhe një intervistë e shkurtër me drejtorin e përgjithshëm të televizionit Kanal 10, zotin Arben Ahmeti. Drejtor, faleminderit shumë për privilegjin me realizu këtë intervistë me ty. Ndoshta është tjera por? S'na po s'ka ra? Jo, më duket që jo. Interesant kjo. Besoj që është privilegj i madh për ty. Të falenderova për një gjë të tillë. Një organizim i veçantë nga televizioni gazetare Kanal 10 me miqt, duke përcjell gjysmëfinalin që do të nisë shumë shpejt. Po, është definitivisht ndjenjë shumë e veçantë. Njerëz të cilët na besojnë dhe vinë ndajnë me neve një moment shumë special. Besoj që gjithçka do të jetë bukur sonte, do të kenë mundësi të rahatohen mysafirë, se kur je njëri nga mikpritësit halli kryesor se a do të ndihen mirë mysafirët. Ndeshja besoj do të jetë fantastike edhe gjithçka do të shkojë shumë mirë. Kë me kë jeti sonte? Me Parisin. Parisin. Do një arsye veçantë apo vetë favorizon? Nuk kam ndonjë arsye të veçantë, kam gjithmonë dëshirë me qenë kundër asaj që shoqë shumica, kështu që shumica sot janë me Bayernin, unë po bëhem me Parisin. Faleminderit shumë shihe mbrëmje. Faleminderit shumë, respekt. Arben Ahmeti, të nderuar shikues, dhe është zonja pranverë këtu, nga pranverë mi mbrëma, faleminderit shumë. E mora vesh me këje sonte? Po, te unë edhe nuk është vështirë me ditë se me kënë jam, për arsye se unë jam rrit prej fëminije në Gjermani, pa mërë parasysh kush luan, gjithmonë jam me Gjermani, kështu që gjithmonë me klubet gjermane. Vetëm në rastin ku luan Kosova, më se ndrojmë. Kuptohet, a e përcjell futbollin? E përcjell deri diku, po jo që ashtu, nga pak. Okej, e mora vesh sonte me Bayernin do finale.
Po shpresoj që po shpresoj që e shohim në finale. Për ndryshe për Bayerin kanë luajtur edhe shumë futbollistat njohun kosovar, kështu që na kanë bërë gjithmonë krenar. Si po duket ky organizim nga televizioni Kanal 10? Me të vërtet një organizim shumë i qëllum edhe shumë i mirë, edhe kjo ka edhe një simbolik tjetër, jo që po du çdo herë me lidh me politikën, po kur e dim se çfarë marrëdhëniesh kanë pas francezët dhe gjerman, edhe tash domethënë shohim dy ambasador, një marrëdhënie e shkëlqyeshme, jo vetëm diplomatike, por edhe miqësore, besoj që Kosova ka nevojë për mësime të tilla. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe prej teje. Shqetësishëm. Faleminderit shumë pranvera dhe këtu po e mbyllim pjesën e parë. Po e shikojmë ndeshjen, rikthehemi pastaj. Të nderuar shikues, ka përfunduar pjesa e parë e gjysmëfinales së dytë të Ligës së Kampionëve. Paris Saint-Germain me përsi minimale pas 45 minutave të parë 0-1 në Allianz Arena të Bayernit, derisa rezultati i përgjithshëm i përballjeve është 6-4. Do t'i duhen edhe 2 gola ekipit gjerman së paku për të siguruar vazhdime, derisa një përsi prej 2 golave që i bie të shënoj 3 gola skuadra vendase do ta kualifikojnë atë drejt për drejt në finalen e madhe. Unë këtu ofër kam trajnerin dhe profesorin Bilbil Sokoli për të analizuar pak pjesën e parë. Prof, si të duk pjesa e parë e ndeshjes sot? Spari shohim një atmosferë impozante në publik që zakonisht këto gjysmëfinale sjellin në botë, vetëm se kjo gjysmëfinale është vërtet në të gjitha aspektet dallohet kur është në pyetje shikueshmëria. Brenda në terren, në fushë, ajo që po ndodh është goli i hershëm nga Paris Saint-Germain, është goli i cili përcakton edhe mënyrën e lojës. Kjo loja e dytë nuk është edhe si kurse loja e parë e hapun nga të dy anët, sepse e kemi një rezultat dhe kur ke rezultat atëherë ka kalkulime. Në këtë moment Paris Saint-Germain kalkulon sepse ka 2 gola e përsi dhe kjo e përsi mundson që taktizoj të tërhiqet në mbrojtje, të siguroj mbrojtjen me numër më të lojtarëve dhe ta sulmoj Bayernin në momente kur Bayerni ka numër më të vogël të lojtarëve në mbrojtje. Ky gol ishte gol i cili shkakton presion tek Bayerni, por mënyra e lojës, nëse analizojmë statistikisht, Bayerni pat ndoshta posedim të topit në momente, pat shumë goditje në port. Në anën tjetër, në kundërsulme Paris Saint-Germain rrezikoi 2 herë dhe një herë intervenoi Neuer, kurse herën e dytë nuk u qellu porta, që do thotë se në pjesën e dytë sulmet presim të jenë ma intenzive të Bayernit apo? Bayernin në drejtim portës së Paris Saint-Germainit, sepse nuk ka ma çka të humbë, sepse tani është diferenca nga 2 golat e përsi. Këtë çka po shohim një lojë shumë dinamike, një lojë me shumë intensitet të shpejt të lojës që rrallë shifet në futbollin botëror. Ka gjasa që Bayerni ta rikthejë rezultatin, prof, në bazë të asaj që po me 45 minutat e parë. Statistikisht ka gjasa, është e rëndësishme të shënohet goli barazimit, pastaj goli barazimit jep motiv, jep forcë, jep besim që mund të shkohet më tutje, sepse se pa rezultati duhet të barazohet dhe në qoftë se rezultati barazohet, atëherë motivi është më i madh dhe gjasat janë shumë më të mëdha që të arrihet shtesa spari, pastaj edhe pse jo edhe fitoria. Çfarë duhet ndryshoj sipas teje? Çfarë pe? Jo, unë mendoj që Bayerni nuk ndryshon në pjesën e dytë. Jam i sigurt që do të siguroj së pari mbrojtjen nga kundërsulmi, sepse shihet qartë ky presion që bën Bayerni lën disa zbrazdi të cilët në pjesën e dytë sigurisht se do të evitohen. Puna e parë që do të jetë është të mbrohet nga kundërsulmi, mos të fsohet goli i dytë, sepse goli i dytë në aspektin psiqik do të jetë goli i shpesh quhet i nokautit. Nuk besoj që do të ndodh, por në futboll çdo gjë është e mundshme.
Ti si tifoz i Bayernit, që je, me që Sonte po. Bayerni, atëherë do t'jetë vështirë për Bayernin, por jo e pa kalushtë, jo e pa mund. Unë pres që Bayerni të shënoj golin e barazimit, edhe më pas mendoj se motivi do t'jetë shumë më i madh te Bayerni. Kjo në futboll ndodh gjithmonë, por do t'jetë vështirë. Në këtë moment e përsia e Paris Saint-Germainit është evidente në aspektin e kalkulimit taktik. Do thotë Paris Saint-Germaini ka për detyrë me prit momentin kur mbrojtja e Bayernit do të jetë më e rrallë dhe atëherë të sulmoj sepse ka sulme shumë të shpejt. Dhe kjo çfarë po shohim është një spektakël. A mendon që është finale para finales kjo ndeshja sot? Nuk isha me thonë, sepse çdo gjysmë finale është finale para finales, edhe Atletico Arsenal ishte një lloj finale në vete, por po presim edhe po shpresoj për më ta bë qefin jetë Bayerni me Arsenalin, por gjasa më të nda ka Paris Saint-Germaini, në sajt asaj çfarë po ndodh aty, por në atë gjithë futbollin kemi dëshirë me pa kur rikthehet rezultati, për atë edhe futbolli është lojë interesante. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë. Ishte kjo analiza në pika të shkurtra e profesor Bylbyl Sokolit nga ajo çfarë ka parë profa gjatë 45 minutave të parë. Krenar Shala duket që është i mërzitur me rezultatin e pjesës së parë. Përbes. Po ndodh ajo që frikove, qysh në fillim? Po, qashtu po ndodh. Të shohim se Gjermanëve nuk ju dihet Shala vetëm Gjermania. Prap beson të Gjermanë. Po besoj se janë qase, ata janë filozofinë e kanë qashtu din sekundin e fundit luftojnë si me pas qenë të fitu, atë edhe nuk i dihet, po kuptohet që janë avantazh Parisa. Fatkeqësi kjo për Arsenalin, po çka kena me bë. Në fund mundet më koni një lojë e mrekullueshme që nuk harrohet, por edhe një dëshpërim shumë i madh. Se mas 20 vitesh mund kujtohet shumë i loja me Barcelonën, tash prap me hub që ashtu është një dëshpërim jashtëzakonisht i madh, po thirrën e ty dhe ti mision hallët mas nena. E diskutojmë bashkë finalen, kismet. Demosaj, pjesa parë për ty si të duk? Tifan si Bayernit apo? Jo, jam tifaz i Milanit, por këtë rast jam me Parisin. Okej. Një gjë pas mi përbashkë, dy të qenë resënere. Jam me Parisin, resënere për sempre. Jam me Parisin për shkak se keni pëtutet që me shku Parisin në finale jam unë Arsenalin flesht. E ta, këtu e ka problemin, kështu që jam besoj që ka me fitu Parisi dhe normalisht ka me mujtë edhe Arsenalin në finale dhe ka mu bu kampion. E kundet atë gjithmonë me Kenin, edhe në studio, gjithmonë rivalitetin e kemi kështu për natyre, për natyre kemi rivalitetin. Zani për ty, si ishte pjesa parë? Po më befasojnë spori këta dy. Albini krejt mandatin e ka qunë Paris, e Krenari me ko me Bayernin, pak unë befasoj. Nështë asi ka shku menja se kishë ndru qasje. Një lojë taman e Ligës Kampionëve, që fatkeqësisht që nuk është Barcelona aty, sigurisht i shkon Barcelona aty, unë atje isha kanë të këshyr lojën. Po e këshyri kështu, po e shijoj taman lojën pa shumë stres, por me emocion të mirë. Kush mendon që, a ka në fakt pyetja, a ka gjosa që Bayerni ta rikthej rezultatin? Qëre, Gjermant është e vërtet nuk dorëzohen dhe minutat e fundit. Minutat e 70 tutje, po i paramendoj çdo lojë Gjermanëve dhe Bayernit, por kam përshtypjen që Parisi e meriton se është pjekë si ekip, ka investu shumë gjatë edhe ja vlen me pa Parisin në finale. Faleminderit shumë zonë. Drenori nuk e di a ka ende panelën e Bayernit, se mendova Thoronigli drenasit, a? Mendova mos e ke ndryshu. Jo, nuk e ndryshoj sepse kjo është sport edhe në sport duhet pranohet edhe humbja, edhe pse kjo është gjithë pjesa parë, po presim sepse e tha pak edhe zone me Gjermanët dhe me rrym sluhet, kështu që. Ka ende shpresa Drenori për këtë? Besoj po. Edhe shumë shpresoj që në fillim japet një gol barazohet që me mujt pak me u kthy balanci, për ndryshe me kam ditë për fillimit që me Parisin nuk do të jetë lehtë, por jam fan si Bayern dhe shpresoj shumë që Faleminderit shumë. Ishte Xhavi Drenori ky, Krenar Shala dhe ekipa
ekipa e emisionit politiko të nderuar shikues. Ne në fakt janë vetëm edhe ca sekunda që na ndajnë deri tek fillimi i pjesës së dytë, po vazhdojmë të qëndrojmë në ambientet e eventit organizuar nga kanali 10 për ta përcjellur edhe pjesën e dytë dhe për ta mësuar gjithashtu e përmenda qysh nga fillimi e skuadrën e dytë finaliste të Ligës së Kampionëve për edicionin 2025-2026. Qëndroni me ne. Ka përfunduar të nderuar shikues edhe gjysmëfinalja e dytë ndërmjet Bayernit dhe Paris Saint-Germain. Finale zhvilluar në Allianz Arena përfundoi me rezultat të barabartë 1-1. Mirë po, është skuadra franceze Paris Saint-Germain ajo e cila do të përballet me Arsenalin në finalen e Ligës së Kampionëve për këtë edicion të vitit 2026, tenori 2025-2026 në finalen e kompeticionit më të madh organizuar nga UEFA për klube prap, finale kjo e cila do të zhvillohet në Budapest të Hungarisë. Shumica prej mysafirëve tashmë kanë filluar që të largohen nga ambientet këtu ku kanali 10 organizoi që së bashku me bashkëpunëtor ta shikojnë tër finalen, mirë po ne do të tentojmë të marrim edhe disa fjalë të fundit nga personat që kanë mbetur këtu prezent. Krenar, qa me thonë, tregam. Natën e mira. Natën e mira edhe me të humbje në Budapest. Jo, s'do me thonë, valla, kam fillu me ndryshu menimin. Pse? Nuk do me thonë. Pse? Të shohem. Jam favorit, po të shohem, se si djetë futbollit. Nuk të dëk Parisja që forë sa me do vë fillim? Trujtjen e hekurt, edhe që ajo mundet mi aprish matematikat Parisit, po Parisjo pak ma shumë favorit, po nuk jam si para 1 ore ose 2 ore që e bona atë analizë. Shine ato që e thash... Jo, krejten transmetim. Që duhet t'i mbash fjallet që i thua. Publikisht. Duhet t'i mbash vishë edhe me ndryshu kur që sështë. Suksese, në final. Ishte Krenar Shala të ndëruar shikues. Fakt në fillim e dëshiron të Bayern qysh nga fillimi në finale, mirë po ndodhe kundërta dhe do të ketë përballë skuadrën e Parisit në finalen e madhe të Budapestit. Shkoj ta ndaj pak Ismet Munishin nga shoqëria trajner shkurtimisht. E jam me mua se kemi punë bashkë besoj, po disa fjalë për finalen trajner. Në finale shumë e mirë. Në pak gjysmë finale kjo. Po, finale para finales. Shumë e mirë i kishin marrë masat në fazën defanzive, shumë më të kujdesshëm edhe Bayerni edhe Parisi. Por dallimi është se Parisi ka një ekip prej superlejtarëve dhe janë edhe shumë lejtarë mirë, po janë njëkohësisht edhe ushtarë, do me thonë. Ata në fazën defanzive ishin jashtëzakonisht preciz, jashtëzakonisht përgjegjshëm edhe nuk i lejun shumë hapësirë Bayernit. Kjo ishte determinuese për këtë gjysmë finale. A do të thotë kjo në fakt që Parisi është favorit edhe ndaj Arsenalit në finalen e madhe? Unë besoj që po, në sajet të kualitetit edhe disiplinës taktike që ata kanë, që tregun sot. Edhe në fillim, kur analizuan së bashku, the që sonte nuk do të ketë shumë gola dhe nuk do të përsëritet ajo ndeshja e parë. Pse mendove kështu qysh nga fillimi? Mendova sepse ndeshjen e parë kanë gabu të dy trenerat, pavarësisht që na kemi pa ndeshje spektakulare. Edhe të dy trenerat i kishin marrë masat që në fazën defanzive të mos ketë shumë tranzicion, të mos ketë shumë hapësina si ndeshjen e parë. Edhe normalisht që ma shumë i kanë kushtuar rëndësi fazës defanzive, sepse ndeshjen e parë ekipet e tyre në fazën ofanzive ishin shumë mirë, por në fazën defanzive nuk ishin mirë as Parisi as Bayerni. Kështu që e disha saktësisht se ata do të marrin masa shumë për pjesën defanzive. Edhe në pyetjet fundit, pse mendon që sonte nuk shkëlqej Olise, futbollisti ndoshta më në formë i Bayernit? Po në Paris lund beku i majt më i miri në botë. Kështu që me të vërtet më varet edhe kanë ekip përballë, nuk më varet sa ki kvalitet. Faleminderit shumë trajner.
Ishte i trajnerit më të Munishi ky, me cilën folëm për atë se çfarë ai po në këtë takim. Dhe për fund do ta përmbyll krejt këtë me një reportazh, më themi, nga kjo ngjarje, nga ky event i organizuar nga Kanal 10, me atë që e nisa, dhe me atë do ta përmbyll këtë. Është ky pikërisht Kushtim Sadiku, zonja dhe zotrin, po për të mirë kësaj rrodhe Taulant, apo? Faleminderit shumë. Në aspektin pozitiv, po themi. Po them Kanal 10 edhe Friends. Edhe pse nuk je shumë i gëzuar pas gjithë kësaj çka pesonte. Kam një arsye të veçantë që të gëzohem pavarësisht humbjes Bayernit, që është klubi im i zemrës, të cilin e suportoj që kur kam qenë 5 vjeç. Arsyeja e veçantë është për arsye se ka fituar Kanali 10. Dhe ky organizim shkoi në mënyrë fantastike. Në futboll ndodhin që të humbin edhe ekipet më të mira, edhe kur ju bëhet me hile nga referi. Kështu mendon që ju po me hile sot? Me hile në një penallti, të paktën një penallti ju mohua Bayernit. Kështu që pavarësisht kësaj, mendoj që ndeshja ishte e bukur. Nuk ishte më e bukur se ajo 5-4, por ndonjëherë pasioni i luftës edhe i betejës është më i fortë dhe më viziv se sa golat që janë 9 që u shënuan në Paris. Andaj mendoj që sonte ka qenë një mbrëmje jashtëzakonshme krahas futbollit që bashkë këtu në Amazon ta kalojmë me miq, me përfaqësues të korrit diplomatik që na kanë nderuar, e kanë nderuar televizionin e gazetarëve Kanali 10, përfaqësues subjekteve politike, kolegë gazetar, përfaqësues të afarizmit dhe gjithë tjerat, edhe sportistë, mos ta harrojmë Bylbylin e Ismetin, edhe pjesën tjetër të kolegëve gazetarë. Kështu që i falenderoj gjithë, dhe falenderoj ty, Lorik, për mbështetjen dhe për krahin. Për fund në pyetje, ekipi yt i zemrës nuk është në finale, Arsenal Paris. Kush e fiton Ligën e Kampionëve sipas teje këtë edicion? Do të kisha dashur ta fitoj Arsenali. Marr parasysh që Arsenali çdo herë ka humbur, edhe do të kisha dashur që të fitoj Arsenali pas një periudhe gjatë kohore, s'ka fituar Champions League asnjëherë. E mbaj mend ende finalen kur e ka luajtur me Barcelonën që e ka humbur me rezultatin 2-1. Duke fituar me rezultatin 1-0 dhe e kujtoj finalen e Kupës UEFA kur e kishte humbur në penallti. Në vitin 2000, kur penalltit nuk i kishte arritur t'i shënoj as Patrick Vieira e as Davor Šuker, që kishin qenë dhe Galatasaray kishte fituar. Kështu që koha është që Arsenali ta përjetoj një ringritje, do të doja që ta bëj një gjë të tillë. Parisit se kam shumë për çefi. Arkiva e futbollit evropian, Kushtim Sadiku, me këto informata që veç ti mbon mend. Ndërkohë që finalja e Champions League-s kishte qenë e zhvilluar në Barcelonë vitin 2006 në Paris, kur Arsenali fitonte me rezultatin 1-0 me golin e Sol Campbell, pastaj Henrik Larsson, Samuel Eto'o e Barazon dhe Giuliano Belletti e fiton për Barcelonë. Faleminderit shumë. Respekt për ty dhe veprat tua sportive. Faleminderit shumë. Kjo pak jashtëkënaqësit kjo për veprat e mia sportive, kështu që të nderuar shikues, po ju themi mirupafshim nga ky ambient festiv, nga këtu ku së bashku me miqtë e televizionit Kanal 10 përcëllëm ndeshjen gjysmëfinale të Ligës Kampionëve ndërmjet Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain. Ne së bashku shihemi në organizime tjera të Kanalit 10. Mirëmbëjtje.